Rreth 38 milion lekë me TVSH është vlera e projektit për rikonstruksionin e rrugës së Kuzumbabas, një projekt me investitor Bashkinë e Vlorës që do të realizohet nga firma Boe Glavenica dhe Viscons Group SHPK. Por megjithëse projekti ka fat 4 muaj realizimi dhe në zonë është vendosur tabela informuese, banorët thonë se nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve. Sipas banorëve, është shumë e rëndësishme që punimet të nisin dhe rruga të rehabilitohet, pasi ky segment është kthyer në një problem të vërtet për ta. Banorët tregojnë se është një rrugë e rëndësishme, e cila prej disa vitesh është nën pushtetin e gropave dhe pellgjeve me ujë. Rruga, ku ka si rruga? Rruga është kryesorja. Kryesorja. Po këta ti e shet e ke vure këtu, më thuj pyet fare mua. Pse më pyet mua? Ja. Ka kohë në këtë gjendje? Këtu dhe vjen, këtu e ka dhe ujë si gabimi që rrjedh ujë gjithnjë, se pozicioni në vendit dhe është kështu. E prish dhe ujit. E prish ujit. Duhet që të rikonstruktohet, të rehabilitohet. Ore, o miku, se do marrën parat ata se se bëjnë në rrugën për neve. E punojnë për vete ata, po hajde. Po ta një rrugën, është e rëndësishme ta bëjnë për juve. Po ta bëjnë domosdoshmë se jeta ecën përpara. Po është e rëndësishme për juve. Po s'është se ja do kalojnë më mirë, nuk kalojnë për baltun. Po. Çfarë gjendje është sot, si është? Çfarë të thot nëna? Unë jam qup e Vlorës që në 47-ën. Edhe këto që janë ashti, mos qofshin kur. Kështu di nëna. Është problem të kalosh në këtë rrugë me gropa, me balë? Jo, shiko, larg nga Kuzumbabas, se përpara Kuzumbabas ka qenë në Vlorë. Ishte njëshi. Ashti është bërë prioriteti vetëm Vlorë Skel. Ja kështu thot nëna. Kjo rrugë nëna do të rehabilitohet, do të rikonstruktohet, të vendosur dhe ato tabela aty. Është e rëndësishme që të rikonstruktohet? Po shi jo, shikoj vetë, shiko. Edhe në fshat nuk është kështu. Nësi kjo rrugë ka probleme, sepse është një rrugë kryesore që lidhet edhe me Kuzbaban, që është pika më e bukur, më mirë, është balkoni Vlorës, dhe duhet të vlerësuar, sepse gjithë paria, gjithë dhejsi, gjithë vojt, e frekontojnë shumë Kuzbaban. Si është gjendja e saj sot? Sot dhe sop, ja të duket këtu, shikoja. Edhe gjithmonë këtu, ndërrejke bëjmë rregullime të pjesshme, por nuk e bëjnë më serios. Kjo është një rrugë që lidh Vlorën me pikat më kryesore, kështu që duhet të ishte një. Kjo si lagjes është gjë e bukur, ndërtesat i ka të bukur. Dhe rehabilitimi i saj, është i rëndësishëm të shkojmë që ka vendosur tabelë, ka ardhe dhe një jetë. Po ka zvarriti aty për shembull është hapur një grop këtu lart këtu, pak 80 metra këtu lart, dhe ka 4 vjet, atje mund të shkojnë njerëzit, edhe po ka mundësi edhe ta filmojnë që është problema ajo aty, një grop e madh. Është e rëndësishme? Po ajo duhet mbyllur, e kanë hapur një firmë hysaj. Po. Jo do të vi firmë tjetër, ta bëjnë e para, dhe është një problem. Problem tjetër për shembull që ajo mund të shkaktojë edhe dëme të mëdha fëmijësh, të vriten njerëz natën, ditën. Kështu që nuk u kemi thënë njerëzve kompetente dhe nuk kanë qarë kokën, nuk... Shiko, u mungon për kushtimi, u mungon ajo dëshira, u mungon ajo vullneti, u mungon ajo durimi, u mungon ajo për shembull, nuk i vlerësojnë gjërat e vogla. Kjo s'është gjë e vogël, kjo është gjë kryesore këtu. Kjo lidh edhe kaninën, edhe bregdetin. Është gjë e bukur. Kjo duhet ishte me 2 kalime. Kjo nuk ka tortuar, një tortuar ka. Edhe tortuarin e ka të songuar. Do vetëm tamam si pjesë e fshatit, jo si pjesë e qytetit dhe e bukur. Rreth 3 vite më parë, në zonën e Kuzumbabas dhe lagjen Hajro Çakëri përfundoi vendosja e rrjetit të ri të ujit të pishëm, por firma e cila realizoi këtë projekt nuk u kujdes asnjëherë që ta rikthente rrugën në gjendjen fillestare, duke lënë në mëshirë të fatit.